Molla Pasul Osmani një nisi me pasëll, kur të vishin e thiri me ongër pasëll, ka dal, kërk edhe u gjua atje. Edhe që shë pash begi e kishin vatu. Tash veç edhe burdushin do të mja po qift Molla Osman Pasulit edhe qka po vetë mo, dej që aty. Kush ken ata që votun? Ku për ju? Po ky lidhje nuk kam as me fe, as me hoq, as me kurgjopas. Ky veç paren e nxë, interesin. Me i thosh shko rasu në qenef, falin shpreje, ky shko raset veç për pare. E në këfmet feja në qësim Molla Pasul Osmana pasha zotën, mos vetë për atë fejë. Feja shqiptarit është shqiptaria o pas. S'ka ndasin fej. E qiftat e qytyne si Molla Pasul Osmani e kanë sjell Kosovën qitë gjendje. Edhe qifti Kotovicit. Mu s'm përfaqëson qifti ti. As nuk më përfaqëson me politik, as nuk më përfaqëson me bo me hinë dhe qiftin e ti, s'du me ma afru nga dvore se ma flish vore. Tërp do të me ardh mas pari që në Drenica aty, pe Drenica më qu një kësi far mikrobi me bo këse gjeshte, është marrë me bo këtë gjeshte, edhe kë njeri po dhe vallaj fizionomin mi akqyra ke po, i malë si goril, sen të kur s'ka pas as nuk ka, po këta s'kan tërë po valla, këta e njojnë veç paren edhe tradhtin. E kisha thonë Molla Pasul Osmanit, tradhtia është e keqe botit edhe dënohet edhe me Koran, edhe me Bibel tradhtia dënohet. Ti je dalë botë si tradhtar edhe ki me dhonë edhe për këtë dia edhe na dia gjevo për këtë gjona që i ke vo. Sepse kush e përkro kur të vishin, do me thonë aja është për një vllavrasje, do me thonë është pro një vllavrasje në Kosovë, siç edhe kanë fillu me ndodhë. Një hoxh i cili e ndihmon vllavrasjen në Kosovë, në popullin shqiptar, ai nuk e hoxh, po ai mund me kon maj keq se shejtani. Unë ju përshëndes edhe inshallah nuk janë krejt xhallar si ky, se une kam me hinë dhe i pa hoxh hiç. Veç kam me thonë shtenëm që është i vlla dhe mblomni, e as të mos bani zonë se me bo mi prun qiftin e ti të vore, ta fliq vorin. Shqiptarve jo boj apeli po të skenat e të mërshme të këtyne farë gërnaqa zvicërë që apo jo i po të vla, s'kini nevoj për ma shumë se me po që të skena, edhe që ati moni me vërtetu se qëfar shkolle janë këta, qëfar gjendje janë këta që i përkrohin Kurtovicin, edhe qëfar njerës janë këta, që ato i sheni. Jo që unë qudit veç unë edhe shumë shqiptar, po qudit edhe bota me sjelljet e tyne kur i kanë pa. Edhe 70% mi adhon Kurtovicit, aj që si Molla Osmana Pasula, që i pat në shesh, që si me qësi a i munohet me kallëzue kulturën shqiptare. Edhe 70% mi adhon që aj njeri nuk di me të qeverisë, o vlla. Aja është për shkatërimin e Kosovës. Aja është për shkatërimin e popullit shqiptar. Aja është argat i Serbisë. Shpresa e vetme për shqiptar është sa ma shpejt më ardh Hashim Thaçi Kadri Veseli, edhe definitivisht ta përfundojnë krejt komplet. Inshallah do Zoti sa ma shpejt na vinë, ju përshëndes për zhurma pres Nureddin Drenica.